Imagjino si kur ke humbur shikimin, nuk mund të lexosh, nuk mund të njohësh fytyrat, nuk ka dritë, vetëm errësirë. Vite më vonë, një çip më i vogël se një kokë orizi, më i hollë se një fije floku njeriu, mund t'i kthejë të gjitha sërish, po sikur njerëzit e verbër të mund ta shihnin përsëri botën. Kirurgët në Mbretërinë e Bashkuar thonë se një implant revolucionar i syrit ka rikthyer shikimin tek njerëz që dikur konsideroheshin të verbër përgjithmonë. Implanti sapo ka përfunduar me sukses një provë klinike me 32 pacient. 26 nga 32 pacientët patën një përmirësim klinikisht të dukshëm në mbretësinë vizuale pas 12 muajsh. Kjo është hera parë që një implant ka demonstruar aftësinë për të rikthyer shikim të dobishëm në jetën e përditshme. Por si funksionon? Një mikrochip rreth 2 mm katror është implantuar në retinë. Pacientët mbajnë syze speciale me një videokamerë të integruar, dhe kjo kamerë dërgon video-imazhe tek implanti. Implanti dërgon sinjale përmes nervit optik në tru, duke i mundësuar pacientit të perceptojë imazhe, duke rikthyer kështu pjesërisht shikimin qendror, mjaftueshëm për të lexuar e shkruar. Megjithatë, implanti trajton vetëm njerëzit me një gjendje specifike, të quajtur atrofi gjeografike, një formë e avancuar e deformimit makular të lidhur me moshën. Në këtë gjendje qelizat në makulë vdesin gradualisht, duke çuar në humbjen e shikimit qendror. Ky është shkaku kryesor i humbjes së shikimit për njerëzit mbi 50 vjeç dhe prek mbi 5 milion njerëz në nivel global. Deri tani nuk ka pasur trajtim efektiv për këtë gjendje. Prandaj ky implant ofron një shpresë reale për miliona njerëz me atrofi gjeografike në të gjithë botën. Me fjalë të tjera, kjo shpikje e vogël është një përparim i madh, dhe ndoshta një dritare drejt një të ardhmeje, ku verbëria nuk është më e pakthyeshme.